bizneset vrejnë, se komunikojnë mes veti, vrejnë që do të ketë rritje që mirë, për jesë produktin, i mshefin me ato produkte, edhe thjesht derisa të rritet për disa ditë, derisa të rritet e çmimi edhe i qetë në pikën shitse edhe realisht, se e ka si qëllim fitimin, dënë me pas përfitim sa ma shumë me funksionu, me rrit biznesin, me fuqizu, në këtë rast, përshka thjesht duhet ekzistojnë mekanizme kontrollos dhe implementos. Mirë, po këto gjëra duhet të rregullohen me ligj. Po, mirë. Për situata politike, thjesht mos funksionimi i parlamentit, mos funksionimi i institucionet, fakturën që e paguajnë janë qytetarët. Po, nuk ka qenë gjithmonë, zotri Belloqa, s'ka qenë gjithmonë kjo ngërçe institucional, politik, por që gjithmonë ka qenë kjo tema... Mirë, po ne jemi shtetëri, ekonomi e re, thjesht edhe pse jemi ekonomi e hapur, nuk jemi shtete sukur 100 vjet që është themelue, është fuqizue, thjesht ne jemi transformim me sipër. Mirë. Do të me kuptua këto element. Lakmi